dua t'i them zotit kryeministër. Gjithmonë ande nga kamerë. Zotit kryeministër, që ne kemi patur dhe kemi gjanë. Jemi një popull që kemi mbështetur gjithmonë, po dhe një popull i shumë vuajtur nga të gjitha qeveritë që kanë kaluar. Dhe duhet i them që ne kemi njerëz me shkollë, kemi patur dhe kemi njerëz me shkollë, kjo mundet mos ketë dhe nga ata që ka i përreth. Se fshati generalve, është fshati luftës, është fshati i shkencëtarëve, e shumë tjerë. Megjithatë e kemi gjanë. Jam i bindur që kryeministrin e kanë fritur siç frynin shokun e në atë kohë që i thoshin Shqipëria socialiste, po hecë lart e më lart. Edhe atë e kanë fritur se ja kanë trefishuar. Megjithatë të futemi në temë. Në kundërshtim me ligjet, me gjërat që keni bërë, që na erdhët edhe na dërgove edhe policin që na rrethoi fshatin, sikur ishte fshat kosovar dhe e rrethoi Serbia, që ke bërë gabimin më të madh, sepse do kishe ardhur, sepse ju zoti kryeministër vini dhe inauguroni një rrugë të pambaruar 3 herë dhe nuk vini tuleni me fshatin Tragjas që ka nevojë që të bizetosh me të. Megjithatë, ne kemi bërë kallëzim penal në gjykatën administrative dhe në SPAK. Prandaj tini ndjeni dhe ju, nuk do të kaloj kaq kollaj. Dhe fundit fare është kjo. Hajde ta verifikojmë se sa u i ka dhe e kam thënë dhe prapë. Për Kuçetrën që dhe ju e kishtë përmendur, Kuçetra që na ka ardhur, mos na vrisni djemtë, se nuk është një fshat që ta kaloni aq kollaj. Hajde të vizitojmë, se ne do t'u japëm ujë, po do t'u japëm atje ku na tepron. Jo të na zësh frymën, se ne miku ti themi hajde, po do të shtëpi se bëjmë.